Shëndetje nga Prishtina, sheshi Newborn, ku tash pritet kalon parada ushtarake me rastin e 18 vjetorit pavarësisë Kosovës. Veç po fillon, populli është dalë. Hajde donë bosi. Tash krejt kanë me dalë, policia, ushtria. Ndeve që ja fillon. E që shala mban koha. Sheshi është plot, e për plot. Fëmijat ju arrin Kosovën e lirë. Bos e bos. Dhe që këshyoni. Ja, voj një rast që vetë. Ja, dhe një borni. Dhe droni esë. Ma ka bleni mërgjimtara e ndës ma ka sjallë. Këtu është kumbatë kjo. Këtu është monumenti heroinat e Kosovës. Fotografa, që mi u pak, fotografa. Ato vazhdoni. Të sheshi Newborn ku pritet parada ushtarake në Arrit. Tash arriti delegacionin nga Shqipëria, presidenti Bajram Begaj. Bajram Begaj, presidenti. E keqja të shqiptarët gjithmonë vanohen tërmini kanë mërdhin fëmijën, një gruas i rat fikt. Çdo herë, sa herë dalim me festu, kanë mu vanu. Që, plot popull fëmi. Dhe shikoni fëmijat vogjën, shika fillu. Katastrofë. E tash për me bënu ma shumë fjalimet, fillimisht tani parada që e presin fëmijat. Krejt mrapsht. Ето,
Mërdinë bëlla fëmija. Nëse me ka du parata fillimisht. Veç mundi i ra dhe një gruës tjetër fikët, shi, janë banu, janë një me pëmajnë, më dhanë se me kalu parada të në mirë. Në ndi më shvetë. Parakalon automjeti i blinduar otokar i pajisur me armën 7.62 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përdoret për kryerjen e operacioneve të policisë ushtarake së dhe ato të sigurisë së rendit ushtarak. Tash për parakalon automjeti i Hamdi, i blinduar i pajisur me armën 12.7 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin, përdoret për kryerjen e operacioneve të ndryshme si ato konvencionale dhe jo konvencionale. Automjetin e blinduar Kobra 1, që ka të integruar sistemin e kontrolluar automatik të armëve, i njohur si sistemi SARP, me kalibër të armës 12.7 mm, përmes këtij sistemi bëhet shitja nga brenda automjetit gjatë operacioneve si ditën po ashtu edhe natën. Automjeti ASV Komando është e pajisur me armatim 12.7 mm dhe 40 mm, përmes këtyre sistemeve të zjarrit direkt ofron mbrojtje për trupat, si dhe mbështetje me zjarr për trupat në operacion. Po ashtu ofron mobilitet fuqi luftarake, si dhe mbrojtje për trupat gjatë lëvizjeve taktike dhe operacioneve luftarake.
është një automjet i blinduar i pajisur me sistemin e marrëtarjes automatike 120 mm. Ky sistem e rrit ndjeshëm aftësinë sulmuese të mjetit duke bërë atë një platformë të lëvizshme në përmbështetje të trupave me zjarr indirekt së në goditje të çaqeve të armikut. Automjeti i komunikimit komand dhe kontrol është automjet kësh në operacionet ushtarake që ofron infrastrukturën e komunikimit, koordinim dhe marrje vendimesh në kohë reale. I pajisur me sistemet avancuara të komunikimit, mëson integrimin mes njësive luftarake në terren dhe përmirëson reagimin dhe fleksibilitetin operacional. Ofron fleksibilitet në komand dhe kontrol. Automjeti i rinj Metalman ofron mundësi të bartjes ngarkesave, pajisje luftarake, armatim dhe municione të rënda, platforma dhe ngarkose, tërheqje dhe mirëmbajtje mobile, bartjes i sistemit të armatimit, artilleri të rënd, mbrojtje ajrore, ofron qëndrueshmëri në realizimin e operacioneve ushtarake në fushbetej në të gjitha terrenet. Ci shkanë dhe shëpurë, sa shumë kanë dhe shëpurë. Më dhe i në dhe të vëshë. A mi baterije, në shumë që të rëtë pushtë, në zëjnë. Pjau, heqe, i shoh, i falu e qadrën edhe i shkatron me kanë. Po ja tash ti pason dhe vazhdim do të përcjellim pajisjet ushtarake dhe automjeteve të policisë Kosovës. Parakanojmë motocikletat motorit bombe, angazhohen në përcjellje të delegacioneve dhe personaliteteve të larta shtetërore që vizitojnë Republikën e Kosovës. Vetura Toyota Land Cruiser përdoren nga mbrojtja afërt për përcjellje dhe siguri të personaliteteve të larta vendore e ndërkombëtare që vizitojnë Republikën e Kosovës. Vetura Shkoda të njësive të trafikut janë të thirrur të zbatojnë ligjet e trafikut rrugor, të reagojnë ndaj aksidenteve të trafikut, si dhe realizojnë kontroll dhe mbikëqyrje të trafikut rrugor. Vetura Shkoda Smart Patrol, njësi mobile me pajisje inteligjente në radar mobil, pajisje këto të avancora për mbikëqyrje të qarkullimit në trafik me qëllim të zbatimit të ligjet të trafikut rrugor.
Vetura Toyota Land Chrysler të cilat përdoren nga njësitë e reagimit të shpejtë në mbështetje operacionale në secilën drejtori rajonale. Motorët 4 rrotësh përdoren nga njësia elitare e policisë kufitare për patrullim dhe reagim në terrene të vështira apo të pakaloshme në zonën kufitare. Autoblinda Gjans përdoret gjatë patrullimit nga njësia për ndërhyrje të shpejtë në zonë apo terrene të vështira malore, si dhe intervenime policore në ato lokacione me rrezikshmëri të lartë. Autoblinda Hambi, automjete që përdoren nga njësit operative gjatë patrullimit dhe intervenime në zonat të rrezikshmëri të lartë dhe në terrene të vështira malore. Autoblinda Sherpa përdoren nga njësia gjatë patrullimit dhe intervenimit në zonat të rrezikshmëri të lartë dhe në terrene të vështira malore. Automjetet të Bundora Bastron që përdoren nga njësi speciale gjatë patrullimit apo intervenimit në raste me rrezikshmëri të lartë dhe shumë të lartë. Topulli që përdoren nga njësi të operative për menaxhimin e turmave apo intervenimin gjatë razirave si dhe shpërndarjen e tyre gjatë situatave me rrezikshmëri të lartë. Vetura Shkoda patrulluese stacione policore të rendit publik. Të nderuar mysafirë, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, më ka dur të shënuar për shtetin dhe kombin tonë e përmbull këtë ceremoni me ndjenjë krenarie, me njohje dhe përgjegjësi të thellë për rrugën që kemi bërë dhe për rrugën që na pran. Nga të shmorën të kombit, lavdi herënit të Kosovës dhe zonja time e pavarësisë së Republikës Kosovës.